Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë gazetarin në Kanal 10 që tregon se kon e ka pensionu Albin Kurti. Shkojmë. Kjo që ka për deklarat për ta prerë këtë deklarat. Përgjigja e saktë është nëse nuk i merr 51%, ai kur nuk të bëhet. Kush ai? Vërtet, Albin Kurti. Sa i përket pyetjes suaj nëse Albin Kurti duhet të jetë edhe një mandat kryeministër, unë besoj. Një kryeministër i suksesshëm duhet të ketë një mandat, jo vetëm një mandat, të konsiderohet kryeministër i suksesshëm. Së pari e ka pensionuar një klasë politike që ka qenë thellësisht e korruptuar dhe e padijshme. Kjo diçka një arritje jashtëmoshe, i ka liberalizu vizat, është pjesëmarrës në një qeveri që i ka siguru Kosovës. Kosova është jashtëzakonisht e vogël, ka arrit me marrë përgjegjësinë për me organizu lojrat mesdhetare, arritja më e madhe shekullore mas lirimit dhe pavarësisë së Kosovës. Dhe së treti, për ju garancia e ka çliruar një pjesë të territorit që jo vetëm që ka qenë kontrolluar nga bandat, por nga aty Serbia ka pasur fuqi aq të madhe sa që ka arrit non stop ta sabotojë shtetësinë. Pra ti fuli një fort politik duhet i prej Kosovës. Edhe një mandat e meriton. Jo teknokrat. E meriton edhe një mandat. Për tretin nuk e di a e meriton. Nuk po them që e meriton. Po edhe një e meriton. Po nuk është nuk e meriton. Tretin jap diaspora, pa merak. Kështu që miq, e ndëgjut. Respekt për Albin Kurtin, respekt për juve, jeni më të mirë. Opozita si gjithmonë, mësoni, bërni like, në koment, mos ofendoni, se nuk shkoni përpara me vendime. Respekt për secilin.